Mike Johnson ndryshoi papritur strategjinë e tij dhe të Shtëpisë së Bardhë duke vendosur të përshpejtojë votimin për projektligjin që kërkon publikimin e plotë të dosjeve të çështjes Jeffrey Epstein. Sipas burimeve të CNN-it, ky onism është mbështetur nga një grup deputetësh bipartizan, udhëhequr nga republikani Thomas Massie dhe demokrati Rock Hanna, të cilët synojnë një shumicë të cilësuar prej 290 votash për të bërë presion mbi Senatin dhe ish-presidentin Donald Trump, i cili kundërshton publikimin e plotë. Vendimi vjen më njëherë pasi Komisioni Mbikëqyrjes publikoi mijëra emailë të reja të lidhura me çështjen Epstein. Sipas burimeve, baza e mbështetjes është e gjerë dhe e pamundur për të kufizuar, ndërsa përpjekja e minutës së fundit të Trumpit dhe aleatëve të tij për të ndaluar votimin dështuan. Edhe pse projektligji pritet të miratohet në dhomën e përfaqësuese, nuk ka siguri se Senati do ta votojë, pasi kreu i shumicës në Senat, John Thune, ka deklaruar më parë se nuk është e nevojshme një ligj të tillë. Megjithatë, nëse Massie dhe Khan arrin shumicën e cilësuar, presioni politik mbi Senatin dhe ish-presidentin do të rritet ndjeshëm.